Mbrëma dashur miq, përshëndetje të gjithëve. Uroj të jeni mirë. Takohemi sonte për të folur për zhvillimin më të madh që ka pushtuar vendin, që ka angazhuar të gjithë, që i ka impenjuar të gjithë. Media, politik, analistë, portale, studio, të gjithë janë duke ecur sipas regjisë. Kush është regjia qendrore? Çfarë po gatuhet? Dhe pyetja më e madhe sot është: në dritën kur të gjithë analistët, gazetarët, portalet, mediat kanë ndërtuar tezat e tyre për atë që është duke ndodhur në Shqipëri. Çfarë është saktësisht duke ndodhur në Shqipëri? Si po ndodh? Përse po ndodh? Dhe çfarë fshihet pas kësaj? Edi Rama ka bërë fitoren e tij të madhe të thellë apo arkivolin e tij të thellë politik? Do të shohim të gjitha këto tashmë në një analizë të shkurtër, shpresoj të mos jetë gjatë, e cila tregon qartësisht se çfarë është duke u luajtur në Tiranë. Për ta parë këtë, do të presim vetëm pak minuta dhe 30-40 sekonda, 50 sekonda sapo të shpërndajmë video, dhe unë do ju tregoj nëse Rama ka ndërtuar, sot ka projektuar fitoren e thellë apo arkivolin e thellë të tij. Çfarë është duke u luajtur në Shqipëri? Çfarë po u tregojnë shqiptarëve? Si po ua shpjegojnë atyre? Dhe qëndroni me kujdes, dëgjoni me kujdes. Edhe ju që thoni je duke na shpjeguar sakt, edhe ju të tjerë të cilët shani për urrëties tuaj. Sharsit nuk do të merre me ta, sepse ata i ka mallku i madhi Zot ditën që i ka lënë budallëj. Nuk ka mallkim më të madh për një njeri, apo për një popull, apo për një bashkësi njerëzish, kur i madhi Zot i le budallëj, i le të paaft për të kuptuar. Nuk ka fatkeqësi më të madhe për njeriu. Mund të jesh i smur, mund të jesh me probleme financiare, mund të jesh fukara, mund të jesh i varfër. Problemi më i madh i njeriut dhe i racës njerëzore, një individi apo një popull, është të jesh idiot. Ndaj, unë nuk kam punë me idiotët, kam punë vetëm ata që kanë dy fije mend në kokë dhe që e kuptojnë çfarë jam duke i thënë. Ju lutem bani shënim, merrni një laps dhe një letër, t'ju tregoj dhe t'i japim bashkarisht përgjigje, pyetje së rëndësishme. Vërtet kjo fitore e thellë e Ramës është fitore e thellë e tij apo arkivoli i tij i thellë? Çfarë roli ka Berisha në këtë? Cila është loja e europianëve? Cila është loja e amerikanëve? Cila është loja e aktorëve rajonal? Përse në Kosovë ende nuk ka qeveri? Përse në Shqipëri ndodhi ky rezultat që pat ju? Çfarë pritet të ndodhë në të ardhmen? A do t'i njohin amerikanët zgjedhjet apo jo? Cilët janë skenarët e Amerikës? Njohje e zgjedhjeve dhe çfarë do të thotë kjo? Pra në qoftë se Amerika i njeh zgjedhjet, çfarë do të thotë? Në qoftë se ambasada amerikane, pra Amerika hesht, çfarë do të thotë? Dhe në qoftë se i refuzon zgjedhjet, çfarë do të thotë? Përse vjen samiti europian, përse vijnë liderët europian nesër në Tiranë për të dhënë, për të vendosur një tull stabiliteti rajonal, për të miratuar rolin e Ramës dhe për të zëvendësuar rolin e tij me rolin e amerikanëve, apo për të mbushur boshllëkun amerikan, nëse Amerika tërhiqet nga Ballkani? A ka mundësi që Amerika të tërhiqet nga Ballkani? Dhe ku shkon kjo përplasje? Kush është roli i Berishës në këtë film të Edi Ramës? Cili është roli i mediave?
i portaleve, i gazetarëve, cili është roli i Fevziut, i Grida Dumës, i Ylli Rakipit, i Andi Bushatit, i Lubonjës, i të gjithë këtyre gazetarëve që shkruan tek Merobaze, tek Lapsi i Andit, tek Tema e Bazës, tek të pa ekspozuarit e Ylli Rakipit e kështu me radhë. Apo gazetarët e mediave në mbrëmje. Çfarë po gatuhet në Shqipëri në thelb? Dhe çfarë është ajo që nuk ju a thonë ju? Unë do t'ju a shpjegoj të gjitha këto sot në një minutazh që shpresoj të mos jetë më i madh se ç'duhet. Dhe që të përfitojmë nga koha, sapo ta shpërndaj pak video, do të hym direkt e në temë për t'i diskutuar të gjitha këto situata. Situata, si gjithmonë, të cilat nuk u a thot kërkush në asnjë media, në asnjë portal, dhe unë do ju shpjegoj hap pas hapi, me logjik dhe përsëritem. Logjika është dhurata e të plot pushtetshmit, i qofshin fal, e të madhit Zot, me të cilën ai vendos ta nderoj birin e Adamit edhe të Evës, bijt e Adamit dhe të Evës, ose krijesën njeri, i madhi Zot e lartëson, e fisnikëron me dhuratën më të bukur në botë, që është logjika dhe aftësia për të kuptuar dhe për të mos qenë idiot. Dhe ndëshkimi më i madh që i madhi Zot i bën një njeriu është ta lë atë patrull dhe ta lë idiot. Ai jeton si shtaz, e kalon jetën si shtaz, ngorr si një shtaz, kalbet si një shtaz, përdoret si një shtaz, hidhet në kosh të plehrave si një shtaz, dhe këta elitat zakonisht i çojnë në kosh të plehrave, ose i zhdukin, ose i fusin në gjelpër, ose i fusin helme ke ushqimet, ke hajrit i këto, edhe i çojnë ndem ata. Këto quhen kusuri, idiotët që rrojnë kot dhe nuk kuptojnë, por din vetëm të shajnë. Apo idiotët të cilët sa më shumë ti rresh dhe sa më shumë ti poshtrosh, aq më shumë të duan. Fatkeqësi e madhe. Të hym në atë që është më e rëndësishme se të gjitha. Pyetja e madhe sot është: Edi Rama, çu desh kjo fitore ka që them? Dhe cili është teatri që po ndërtojnë bashkë me Berishën dhe bashkë me përkrasit e secilës palë, për të mashtruar shqiptarët dhe për të ndërtuar skenarin për lënien jashtë të ndërkombëtarëve, me qëllim që Shqipëria të jetë çiflig i dyshës Rama Berisha, në mënyrë që ata të mbrojnë njëri tjetrin. Në parim duket shumë e mirë, në parim duket shumë sovraniste, në parim duket shumë parimore, por në thelb nuk është gjë tjetër, përveç se një marrëveshje e Ramës dhe e Berishës, për të mbajtur jashtë çdo lojtar të tretë vendas apo ndërkombëtar, i cili nuk është i dirigjuar prej tyre, nuk është i kontrolluar prej tyre. Në fakt, Rama ka marrë, apo do të marrë 82, 83 mandate, 84 mandate. Saktësisht, aq sa ai kishte parashikuar atje tek sahante dhe pinte tek lecka apo tek letra e restorantit ku bën video dhe u tregon shqiptarëve sa mandate të marrë. Si ka mundësi që Fallxhori i Surrelit e nxjerr rezultatin saktësisht aq sa kishte parashikuar ai? Unë nuk do t'i hy
pjesës së manipulimit i cili është një manipulim masiv, të cilin një pjesë e juaja e ka parë, një pjesë e juaja do ta shohë në të ardhmen. Manipulimi masiv tek vota, tek kutit, tek treni bullgar, ku njeriu hyn me një letër bosh dhe del jashtë me një letër të vullosur dhe kështu me radhë derisa të bëhet cikli, deri tek votat e tjera, të cilat janë me një formë palosje të gjitha. 50, 100, 200, 500 flet votimi, të gjitha të palosura me rigë dhe me vizore. Pra, është e pamundur që 100 vet njëri pas tjetrit ta palosin letrën fletën e votimit një lloj si njëri tjetri. Dhe pa asnjë shtrembërim dhe pa asnjë devijim, ndërkohë që e dim shumë mirë që ka votues pleq, ka të moshuar, njëri e palos kështu, tjetri e palos ashtu. Videot janë aty, pamjet janë aty, gjithçka është aty. Le ta kalojmë këtë pjesë sepse nuk ka asnjë dyshim, asnjë hamendësim që vjedhja e zgjedhjeve të mos ketë ndodhur. Pra, fakti që janë ndru kutit dhe është luajtur me to, nuk ka as më të voglin dyshim. Ndërkombëtarët tashmë i kanë parë. I din faktet, i din të gjitha dhe do të shohin si do të veprojnë. Rama dhe Berisha janë dy pengje të njëri tjetrit. Dhe përse janë dy pengje të njëri tjetrit? Edi Rama ka nevojë për Sali Berisha që të legjitimoj fitoren e tij, ndërsa Berisha ka nevojë për Edi Ramën sepse është i vetmi i cili ja jep atij mundësi që të ruaj monopolin e opozitës, duke bërë skeqe dhe teatrin që thot hajdeni të bëjmë protesta një lloj siç ua kam thënë përpara se të fillonte loja dhe fushata zgjedhore. Ju thash, Berisha do të shpall humbjen, do të dalë, nuk jenë zgjedhjet, do të fillojë revolucioni. Tashmë do të çojë, do të bëj protesta atje nga bulevardi Zogu i parë, do të dalë këtë stacioni trenit dhe kjo është një protestë të cilës Berishës i duhet për të ruajtur monopolin e opozitës dhe për të mos lënë asnjë faktor të dytë apo të tretë që të lindë, sepse çdo kush që do të tentoj të lindë si opozit pa lejen e Berishës e ekzekuton Rama i pari, me media, me portale, me sondazhe dhe tek kutia e votimit dhe në numërim. Sali Berisha është ai që nuk do të largohet kur nga Partia Demokratike, siç e ka njoftuar ai vet, pa e thirrur i plot pushtetshëm. Çfarë kërkon? Berisha do që Partia Demokratike ti trashëgohet familjes së tij biologjike, trashëgimtarëve të tij, dhe e para, dhe e dyta do një pazar nga amerikanët, dhe e treta do një mirë kuptim të Edi Ramës, i cili është gati t'ia çojë pjesën e vet të tavës Berishës atje ku ai është në opozit. Dhe ju e dini shumë mirë, bizneset që kanë njerëzit e afër të Berishës me Edi Ramën dhe me oligarkët e tij. Edi Rama dhe Sali Berisha janë bërë bashkë në këtë moment që të ndërtojnë një dyshe e cila pasi e dorëzoi përkohësisht Ilir Metën
dhe Erion Veliaj në burg, duke u thënë ndërkombëtarëve që ja ne po veprojmë dhe për t'i hedhur hi syve të shqiptarëve që spaku funksionoi dhe Altin Dumani është në rregull, kjo lojë e tyre finalizohet duke u treguar shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve që ja u godit Ilir Meta, u godit dhe Erion Veliaj, dy eksponentë të lartë të majorancës dhe të opozitës, përveç rangallave të tjera, hajdutëve të tjerë që janë futur në burg, dhe ky skenar ka vetëm një qëllim, ka barikadimin e çdo lloj force të tretë brenda apo të huaj, e cila mund ta kërcënojë pushtetin e përjetshëm të dyshes Rama Berisha në Shqipëri. 2 miliarderët e pushtetshëm, të cilët e kanë ndërtuar pushtetin dhe pasurinë mbi gjakun e këtij populli, dhe ata kanë një pakt sot tashmë të deklaruar nëpërmjet kontrollit të narrativës opozitare, sepse analistët, mediat, studiot, gazetarët, prime time dhe të gjitha bashk janë njerëz të cilët rrojnë me çeqe. Kujt i shkon çeku më i majnë, ashtu bëhet narrativa. Mediat kanë pronar disa oligarkë. Oligarkët kanë kontrata me Edi Ramën dhe me qeverinë. Marrin kontrata rrugësh, urash, institucionesh, tendera dhjetra dhe qindra milionesh, koncesione, PPP-ra, mirëmbajtje rrugës, para dhe fonde publike pafund. Dhe ata nuk bëjnë gjë tjetër, përveç se janë shërbëtorët e këtij sistemi, duke filluar nga Fevziu Frangaj, të cilët u bën miliarder me parat e Berishës dhe tashmë janë miliarder dhe marrin financimet dhe nga Edi Rama. Njërën këmbë e majnë tek Edi Rama dhe këmbën tjetër nuk harrojnë t'i japin edhe Berishës suportin për cilin ai ka nevojë, sa herë që ai ka nevojë, por duke e ruajtur narrativën që do Rama dhe Berisha për përfundimin e zgjedhjeve. Cila është narrativa që këta të dy duan? Narrativa është që Rama thot unë kam fituar thellë sepse populli nuk e do opozitën, ndërsa Berisha do të ruaj narrativën që zgjedhjet u vodhën, u manipuluan, siç është dhe e vërteta, por duke patur parasysh që i vetmi që ka legjitimitetin, mundësinë dhe të drejtën për të kontestuar këtë masakër zgjedhore, pronari i vetëm i saj të jetë Sali Berisha. Përse ndodh kjo? Sepse Sali Berisha do të ruaj monopolin e të bërit opozit. Rama dhe Berisha nesër mund të përballen me një diplomat të huaj, qoftë nga OSBE Odiri, qoftë nga Bashkimi Evropian, qoftë nga Amerika, qoftë nga Anglia. Dhe në qoftë se ndërkombëtarët i thonë Edi Ramës, shiko se Berishën e keni tëndin. Berisha është i yti. Berisha mban peng opozitën. Berisha ka disa zarë nga mbrapa, disa super hajdut, të cilët punojnë natën dhe ditën për të normalizuar narrativën që zgjedhjet u vodhën, u bën, u prishën, u shkatruan, por pasunari, kontrollori, hipotekuesi i kësaj padrejtësie është dhe duhet të jetë vetëm Sali Berisha, sepse ai është i vetmi i përfaqësuesi i partisë më të madhe politike opozitare. Në rast se Rama dhe Berisha e shikojnë që ndërkombëtarët e kanë kapur këtë film dhe i thonë Ramës dhe Berishës
ç'është kjo opozit, sepse ti je bashkë me Saliun, Rama i nxjerr 3 zarët e tjerë, i nxjerr 3 asat poshtë mënge. Asi numër 1 është Shabani Lapaj, Qori dhe mundësia e shehat. Këto të 3, me ato pak mandate që kanë marrë, morën diku tek 80-90.000 votat së bashku, por që nuk u adhan mandate deputetësh, u adhan vetëm për të legjitimuar opsionin e një opozite të re, me figura të reja, me çuna të ri, për t'i thënë Amerikanëve dhe Europianëve që kemi dhe një opozit rezerv, por që janë të pafuqishëm se kanë nga 1 mandat nga 2 mandate. Siç është rasti i Lapajt, këtij njeriu i cili i mashtroi shqiptarët në mënyrën më spektakolare, siç ju ata thënë, u thoshte atyre do të marrë 70 mandate, do marrë 80 mandate, do marrë 90 mandate, do t'i qoj në të sëmës, po ata do t'jem si greza në brekte tyre, po ata do t'i mbys, po ata do t'qojnë ditë zeza, po ata do t'jam nxjerrin jetën. Këto prallat e këtij kloni që quhet Adriatik Lapaj, një klon i pacip, i cili gënjen shqiptarët dhe ai është një produkt i fondacionit anti-shqiptar Soros, siç është edhe partia e Berishës, edhe partia e Ramës dhe të gjithë zagarët që janë rreth e përqar Berishës, me në krye Ramën dhe Berishën, 2 sorosianët më të mëdhenj të Shqipërisë dhe 2 anti-shqiptarët më të mëdhenj, të cilët po e mbajnë peng vendin. Lapaj, ky klon i pacip, i cili mori të gjithë suportin nga Fevziu, nga Duma, nga gjithë këta anti-shqiptarët, nga këta televizionet e Beogradit në Tiranë, këta të pa fytyrë të gjithë bashkë, dalin sot me 1 mandat, dhe atë mandat po zihen kush do ta marrë Lapaj apo do ta marrë Shabani, me ka armatosur me 70.000 vota, duke na vrarë në të tjerëve, sepse anti-shqiptari Edi Rama, me anti-shqiptarin e dytë më të madh që është Berisha, kanë një plan, cili është, duhet të zhdukim çdo projekt politik i cili nuk është i kontrolluar prej tyre. Lëvizja Adheu nuk kontrollohet prej tyre. As nuk e godasin dot, as nuk e zhbëjnë dot, as nuk e eliminojnë dot, sepse nuk guxojnë ta bëjnë këtë, sepse e paguajnë shumë shtrenjtë këtë, në qoftë se diçka ndodh. E di mirë këtë, edhe Berisha me klysht e tij, edhe Rama me klysht e tij, që në qoftë se ndodh diçka me lëvizjen e Adheut dhe Krishtin Osmani, e paguajnë aq shtrenjtë sa do t'u dhënë për 8 deri në 10 breza nga pas. Duke mos guxuar që të na eliminojnë, na vrasin politikisht. Çfarë bëjnë? Të nxjerrin me 2-3.000 vota që t'i thonë shqiptarëve, po shtërojni këta njerëz sepse këta nuk i do populli. Në fakt, ky është mashtrim i cili ka për qëllim vazhdimin e koordinimit Rama-Berisha për të mbajtur, të mbuluar dhe të maskuar nga ndërkombëtarët lëvizjen Adheu dhe partit e tjera të reja të vërteta, të pa kontrolluara nga Beogradi, nga Athina dhe nga Asfalia greke, të cilat kontrollojnë 80 deri 90% të lojës ekonomike, politike dhe mediatike në Tiranë, me zagarët e tyre të prime time-it, duke filluar nga Fevziu te Grida Duma, në Top Channel, në Klan, tek Ylli Rakipi i BCN-s dhe tek të gjitha studiot kryesor. Legjitimimi dhe nxjerrja e një opozite me mashtruesin Lapaj, i cili do të merrte 70 mandate, do t'ja nxite jetën kësaj qeverie, bashkë me Shabanin e Sorosit, një super mashtrues klasik, i cili
me pafytyrsi del me gjithë të pafytyrin tjetër Shabani dhe bëjnë skeç tek mashtruesja Grida Duma. Kjo super mashtruese e cila e prodhoi, të cilën e prodhoi komunisti më i madh i Shqipërisë, Sali Berisha dhe partia e tij komuniste, e cila pretendon sot që është parti e euroatlantizmit dhe e europianizmit. Të gjithë këta, kjo shpur anti-shqiptare, bashkë me komunistin Andi Bushati, bashkë me komunistin Lubonja, bashkë me këta që bredhin kë studio e Qim Pekës, këti manipulanti klasik, i cili flet kundër Sorosit për studion e tij tek televizioni i Sali Berishës, që ushqehet me paratë e Berishës dhe të Ilir Metës, me paratë e vjetra, sigurisht, e mbush natë për natë me Lenz Vangelin, me Baton Haxhiun, me Andi Bushatin, komunistin 24 karaç, i cili ka shkrir gjithë portalin e tij ka 4 muaj për të promovuar komunistin marksist Arlind Çori, të cilin e nxorën gjithashtu me një mandat deputeti të vetëm, mandat i cili do t'i shkoj jo vetë Arlind Çorit, por që ja shiti djalit të oligarkut. A kuptoni teatrin? Mashtruesi Lapaj bashkë me mashtruesin Shabani të injektuar me kauçuk dhe me plastik, si që vën këto gratë që vën fryn buzët, fryn cicat, fryn vithet, fryn gjoksin, fryn këto, ashtu u fry edhe Shabani me Çorin dhe me Lapajn, që Rama të ketë mundësi të servir ndërkombëtarëve një opozit dhe shqiptarëve një opozit të re, bashkë me djallin dhe satanistin Endri Fuga, dhe i cili projekton të gjithë skenarin dhe i cili dërgon skaletat nga televizioni i anti-shqiptarit, hajdutit më të madh Shqipëri, Carlo Bolino, televizioni më i fliqur që ka Shqipëria, është televizioni i Carlo Bolinës, bashkë me gazetarët e tij, duke shku ke Dritan Hila, duke shku tek Grida Duma, ke Prime Time i Tom Channel, tek Fevziu, tek gjithë janë anti-shqiptarët më të përbetuar, të cilët luajnë të gjithë me regjim e satanistit Endri Fuga për llogari të anti-shqiptarëve më të mëdhej të gjitha kohrave, Edi Rama dhe Sali Berisha. Lapaj dhe Shabani, bashkë me Shehajn, i cili hodhi 12 milion euro për të marrë 2 mandate, bashkë me Erald Kaprin që nxorën, janë të gjithë bashkë, për të krijuar një mashtrimi dhe për të legjitimuar një opozit të re false, të kontrolluar nga Rama dhe nga Berisha, dhe të thonë Amerikanëve dhe Europianëve, bashkë me komunistin Andi Bushati dhe me mashtruesin Fatos Lubonja, i cili ka 30 vjet që ha mut nga studio në studio, bashkë me mashtruesin Spartak Ngjela, bashkë me të gjithë super mashtruesit që dalin natë për natë dhe ngulin fikën tek gjoksi i shqiptarëve, duke mashtruar o në emër të Asfalis Greqis, o në emër të Beogradit, por duke bërë si Amerikan dhe si filo-amerikanist. Lapaj me 60-70.000 votat do dalë tashmë çdo natë tek mashtruesja Grida Duma dhe tek anti-shqiptari Blendi Fevziu, dhe do dalin dhe do tentojnë të legjitimohen si një opozit brenda dhe jashtë parlamentit, që do të jetë në pamje të parë opozit që konkuron Sali Berishën, dhe në pamje të dytë është një mashtrim i radhës që kur të vdes Saliu dhe të ngorë, sepse nuk e ka mundësi me vdesin vetëm burrat. Dhe unë ja thash Saliut kur e takova në 15 kaç, doktori thash, ke mundësi sot ose me vdek ose me ngordh. Po i ndihmove shqiptarët
do vdesesh, ne do vdesim gjithë. Kur të na thërrasi ai si për sigurisht. Në qoftë se ja bën shqiptarëve me hile Sali do ngordhësh, e keni me video aty. Saliu vendosi me ngordh, nuk vendosi me vdek, sepse e ka çunin e vet dhe gocën e vet, i ka më të shtrenjta dhe më të shtrenjta se Shqipëria. Doktori është i rrethuar nga një tuf mashtruesish, avokat antisorosian, shkatërues, trashëgjimtar të ish sigurimit të shtetit, bi spionësh, 7 brezash, bi ish sigurimsash, 7 brezash, të cilët i mban Saliu rreth tij me urdhër të ish sigurimit të shtetit. Këta ish bitë e sigurimsave dhe të spionët e sigurimit, bitë e ish spionëve të sigurimit të shtetit, mbrojnë narrativën e plakut Sali për të vrarë opozitën e re dhe çdo lloj opozite të vërtet, dhe kjo ka një qëllim të vetëm: nxjerrjen e Amerikës jashtë Shqipërisë dhe nxjerrjen e çdo lloj lojtari të pakontrolluar nga plaku Sali dhe nga Matufi dhe nga anti-shqiptari i Surrelit Edi Rama. Këtë e legjitimon edhe super mashtruesi Lapa i Shabani, 2 super mashtruesit e gatuar tek 2 studiot e super mashtruesve Grida Duma dhe Fevziu, 2 anti-shqiptar, të 2 të prodhuar tek laboratorët e Berishës, por që tashmë të ndarë, njëri tek Lani dhe njëri tek Top Channel, 2 kulla mediatike të cilat i shërbejnë këtij sistemi të kalbur anti-shqiptar për nevojat të pronarëve të tyre, të cilët shtojnë miliardat në kurrizë të shqiptar. Kreshnik, na çmendet ti me këto teoritë e konspiracionit? Më falni, kush nuk e kupton këtë që po them? I madhi Zot e ka mallku, sepse ja ka heq mundësinë për me qenë njeri, e ka bë kafsh. Kafsh është ai që nuk di të logjikoj dhe të kuptoj lidhjen logjike ndërmjet këtyre argumentave. Këto janë argumenta, këto janë fakte, të cilat unë i sjell me kujdes, pa mlef, pa urrëtie. Janë faktet ato që ulërin, nuk është Kreshnik Osmani, ai që ulëret. Faktet janë më të fuqishme se Kreshnik Osmani. Ky është një skeç dhe një teatër. Ndaj, jemi përballë momentit ku kurva e motit që quhet Evropë ka shpejtuar të njohë zgjedhjet dhe të njohë regjimin e Edi Ramës, dhe përvajsuesit e kurvës së motit që i tha: ati fishta, i madhi fishta, moj Europë, moj kurvë e motit, erdhi dhe shpejtoi kurva e motit që të njohë zgjedhjet e bastardit të Surrelit, kësaj krijese perverse, i cili bashkëpunon me plakun Matuf, anti-shqiptarin më të madh dhe ruajtësit e anti-shqiptarisë çiftin Rama Berisha. Shpejtuan delegacionet e kurvës së motit të njohin regjimin e bastardit Edi Rama, këtij anti-shqiptarit përbetuar, ndërkohë që ne u dorëzuam të gjitha faktet dhe provat dhe i shohim çdo ditë që zgjedhjet janë të manipuluara dhe të vjedhura nga krimbi anti-shqiptar Edi Rama dhe shoku i tij plaku Matuf Sali Berisha. Çfarë është duke ndodhur? Jemi përballë 3 skenarë. A do ta njohin amerikanët zgjedhjen e Edi Ramës dhe zgjedhjet e vjedhura të këtij bastardi anti-shqiptar, apo do të heshtin, apo do t'i refuzojnë zgjedhjet. Ti marrim skenarët një nga një. Në qoftë se SBA-ja i njeh këto zgjedhje, do të thotë që shqiptarët janë shitur dhe është bërë një koncesion. Afat shkurtër, afat mesëm, apo afat gjatë e dinë amerikanët, i cili i ka lënë shqiptarët në duart e anti-shqiptarisë dhe të Beogradit, përfaqësuesve të tij Sali Berisha dhe Edi Rama.
përfaqësuesit e Beogradit dhe të Asfalis. Njëri luan me aksin Beograd-Moskë, tjetri luan me aksin Asfali dhe të dy mbajnë nga një dorë, njëri në Rom, tjetri në Ankara. Njëri ke Giorgia Meloni, tjetri në Stamboll te Recep Tayyip Erdogan. Që të ruajnë edhe një derë me Donald Trump. Ambasada amerikane deri tani nuk është shprehur. Por Shqipëria është në rrezik nga këta anti-shqiptarë. Pse është në rrezik? Në qoftë se amerikanët i njohin zgjedhjet, do me thënë është bërë një koncesion sekret kundër në shqiptarëve. Sepse amerikanët e din shumë mirë që në qoftë se lejohet Edi Rama me Berishën të kontrollojnë Shqipërinë edhe për disa vite, aleatët e tyre në Ballkan shqiptarët do të shkatërrohen përfundimisht. Europa në rast të një tërheqje amerikane po vjen kurva e motit që të mbush boshllëkun dhe të na shes ne tek një regjim bastard anti-shqiptar, sigurisht në favor të grekëve dhe të serbëve, sepse dobësimi i shqiptarëve shkon në favorin e tyre. Kurva e motit, të cilën ne ja kemi kënduar këngën prej 30 viteve, integrimet europiane. Kemi mbështetur integrimet europiane, kemi thënë jemi europian para europianëve. Kurva e motit nuk e do këtë popull. Një pjesë thot sepse janë shumicë muslimane, një pjesë thonë sepse ky Ballkan është një grop e zezë llumi, të cilën kurva e motit do ta përdor vetëm për të lëshuar jashtëqitjet e saj, apo si një tualet, një hale për oborin e saj të jashtëm përpara se të mri në Turqi dhe tek kufit e lindjes. Amerika deri tani ka heshtur, ose sepse po pret të dalë zyrtarisht nga KQZ-ja rezultati, ose sepse do të marrë një qëndrim tjetër. Në qoftë se Amerika i refuzon zgjedhjet dhe nuk i njeh ato si legjitime, kjo ka nevojë për një opozitë të re. Opozita e re është Lapaj, Shabani, Shehaj, që janë po të prodhu i Sali Berishës dhe i Edi Ramës. Si alternativa gjoja të Sali Berishës dhe ekzekutimi i çdo partie të re, që nuk është pjesë as e këtij as atij. A e kuptoni si do? Kjo lojë do të çirret mas ka shpejt. Në qoftë se Amerika hesht, do të thot po i lën të gabojnë dhe do t'u shkatërrojnë dhe do t'u grisin lojën e tyre, sapo atyre t'u vi sinjali nga Washingtoni. Dhe në qoftë se i refuzojnë zgjedhjet, do të thot që Rama ka hapur me duart e tij, ka ndërtuar me duart e tij dhe të Berishës arkivolin e tyre të madh. Arkivolin e tyre politik, i cili mbahet nga një shpur anti-shqiptare, gazetarës, analistës dhe mediash, dhe që marrin miliona e miliarda për të mashtruar shqiptarët çdo natë, duke filluar nga Fevziu i Frangajt tek Nora e Kelmendit, Grida e Top Channel-it, që mashtron shqiptarët çdo natë me regjim e satanistit Endri Fuga dhe Edi Rama. A ka lidhje kjo me atë që po ndodh në Kosovë? Po ka lidhje. Jo rastësisht, edhe Kosovën e kemi pa qeveri. Kurti nuk bën dot qeveri dhe amerikanët janë të frustruar prej Albin Kurtit. Atje nuk po mundsohet ngritja e qeverisë. Nga ky moment po përfiton çifti Rama Berisha.
Rama në pararoj, Berisha në dukje si opozitar, për të mbushur dhe për të zëvendësuar rolin e amerikanëve në Ballkan dhe për t'ia shitur këtë Europës kurvës së motit si një dhurat apo një ofertë që ata të jenë lojtarët e ardhshëm të mundshëm në Shqipëri në rast se do të tërhiqet Amerika nga Ballkani. Ju falenderoj të gjithëve nga zemra që ishit me ne. Unë jam Kreshnik Osmani, ju flas nga Lëvizja e Dheu, partia më e masakruar në Shqipëri, nga perversi i Surrelit dhe nga plaku Matuf i Shqupit, dy të mbaruarit që ndërtuan tashmë arkivolin e tyre, ose përballë Amerikanëve që po ndjejnë rrezikun e përjashtimit nga Ballkani, ose përballë shqiptarëve të vdekur, ose përballë mallkimit të historisë, e cila nuk fal asnjë kërm që shet kombin, popullin dhe Adheun e vet. Kaq kishim për sonte, do të rishihemi sërish. Ju kemi thënë, jemi gati me vdek për Shqipëni. Plan A, plan B, plan C, plan D, derisa të marrim frym. Kush mendon, nëse perversi i Surrelit mendon, se na kanë nxjerrë nga loja, duke u treguar shqiptarëve dhe bastardëve të tij, bashkë me bastardët e ish sigurimit të shtetit të Sali Berishës, se Kreshnik Osmani dhe Lëvizja e Dheu nuk vlejnë, sepse kanë dalë me shumë pak mijë vota, do të merrni përgjigjen me atë që nuk ju a ka çuar mendja kurrë. Ju, bastardët anti-shqiptar të satanistëve, të globalistëve dhe të fllihësirave më të mëdha të kësaj toke. Kërmat ne do t'i luftojmë sa t'jemi gjallë dhe projektin satanist sa t'jemi gjallë, dhe kush e prek Shqipnin, mallku qoftë, e mallkoft Zoti, historia, populli, lotët dhe dhimbjet e nonave të veta, atë qenë birqeni që e shet Shqipnin, atë Dheun dhe tokën e vet. Mos i pranoft të Dheun varr të gjithë ata qenë birqenç, të cilët e shesin Shqiprin tek të hujt dhe tek interesat anti-shqiptar. Përqafime për gjithë, ne vijojmë. Askush nuk do ta marrë vesh më se çfarë do të bëjmë. Do ta merrni vesh kur të plas skandali i madh, kur shkatërohet kjo kast hajdute barbarësh, të cilët janë betuar ta zhdukin si komb, por që do ta paguajnë shtrejt. Natë e mirë për sonte. Nga unë Kreshnik Osmani, Lëvizja e Dheu, përqafime për gjithë, lutje përzemërsisht për idiotët. Zoti t'i kthjelloj, sepse idiotësia është mallkimi më i madh që mund t'i ndodh krijesës njeri në këtë botë përpara botës tjetër. Natë e mirë.